Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Vetëm 5 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat pohoi se 156 ankesa kanë bërritur në KQZ për procesin e votimit të diasporës, ndërsa sa i përket 245.000 emigrantëve me të drejtë vote, 21.000 ende nuk kanë tërhequr pakot zgjedhore. Me afrimin e sezonit të verës, sigurimi i ujit për sipërfaqet bujqësore bëhet thelbësor për fermerët. Në Bashkinë Dropull, një zonë me traditë në kultivimin e të lashtave dhe foragjereve, ka nisur ndërhyrjet në rrjetin e kanaleve vadice për të garantuar ujitjen gjatë muajve të thatë. Turizmi me kampera është kthyer në një trend të vitet e fundit. Shumë turistë nga mbar bota kanë zgjedhur Gjirokastrën si stacionin e tyre të radhës për të kaluar disa ditë pushimi dhe për të njohur me bukuritë, historinë dhe kulinarinë e qytetit të Gurt. Përmeti po kthehet në një destinacion të turistëve të huaj, të cilët zgjedhin që të eksplorojnë natyrën me makinat e tyre rulot. Çifti hollandez, Frosin dhe Stone kanë 4 ditë që vizitojnë destinacione të ndryshme të zonës. Së përmetit, ata janë akomoduar në një prej kampingjeve në afërsitë të lumit Vjos. Ju njohim tani më gjërësisht. Vetëm 5 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat pohoi se 156 ankesa kanë bërritur në KQZ për procesin e votimit të diasporës, ndërsa sa i përket 245.000 emigrantëve me të drejtë vote, 21.000 ende nuk kanë tërhequr pakot zgjedhore. Rreth 21.000 emigrantë rrezikojnë të mos ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pasi nuk kanë tërhequr pakot zgjedhore. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësinë e adresë. Pjesa tjetër lidhet me ata votues që DL mund t'i ketë kontaktuar, nuk janë përgjigjur njoftimit apo mesazhit. Sa i përket problematikave në KQZ deri tani, sipas kryekomisionerit, kanë bërritur 156 ankesa. Janë 90 raportime, të cilat lidhen me atë që zarfi i DL-s është lënë në hyrje të banesës apo në kutinë postare. Janë 21 ankesa, sipas të cilave DL nuk pranon të vijë dhe të marrë zarfin mbrapsht. 9 zgjedhës, të cilët kanë raportuar që në dokumentacionin zgjedhor nuk ju kanë bërritur fleta e votimit. Celibashi pranoi problematikën e Greqisë dhe orientoi votuesit që nuk kanë marrë zarfin si të veprojnë. Te edhe problematikave të shumta që referohen nga Greqia, i kemi adresuar ato, po jo pak prej tyre kanë rezultuar që janë o të paqëna ose janë spekulative. Pra ata votues të cilët janë regjistruar dhe nuk kanë marrë asnjë komunikim, nuk kanë asnjë komunikim me DL-n, duhet që të kontaktojnë DL-n. Deri në 6 maj në Parkun Olimpik Feti Borova kanë bërritur 144.000 vota nga emigrantët. KQZ bën thirrje 80.000 emigrantëve që nuk kanë dërguar zarfin, ta nisin sa më shpejt. Kandidatët e forcave politike që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, u ndal në fshatrat Valare dhe Arshilengo të Bashkisë Gjirokastër, ndërkohë që kandidatët e Partisë Demokratike zhvilluan takime në Dropull dhe Libohov. Është e domosdoshme vota juaj për të futur Shqipërinë në Europë. Kështu ju drejtua drejtuesja politike e Partisë Socialiste Mirela Kumbaro banorëve të fshatit Valare. Ju keni detyrë të votoni në 11 maj e pas datës 12 të na kërkoni llogari, tha Kumbaro, e cila në këtë takim ishte shoqëruar edhe nga kandidati tjetër socialist Piro Dhima.
traditat, për nga historia, për nga bukuria e njerëzve, dhe si që jeni vetë të mirë, të bukur, të shëndetshëm shpirtërisht, ashtu e keni dhe ekonomit, ashtu e keni dhe familjet. Kam 12 vjetë që nuk kam lëvizur nga ky qark. Dhe në vitin 2025, unë thash, më takon mua, si drejtuese politike, si gjirokastrite, si libovite, si socialiste, si ministre që ka punuar në çdo bashki të këtij qarku, të ndërtoj një listë me njerëz që kanë lindur në këtë qark, që i kanë bërë fëmijët në këtë qark, që kanë krijuar familjet e tyre në këtë qark dhe që do vazhdojnë të jetojnë këtu dhe që njohin çdo gjë. Por duke e hapur partinë, ka ardhur ajo faza më e rëndësishme, ajo që e quajti me të drejtë Pyro një epokë tjetër. Është epoka në të cilën duam që Shqipërinë ta fusim në Bashkimin Evropian. Është e domosdoshme që vota të shkojë për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën. Europa si asnjëherë tjetër më parë na ka hapur derën dhe na ka dhënë dhe datën. 2027 të mbyllim negociatat dhe këtë e thon ata, nuk e themi ne. Ne kemi detyrën t'ju dëgjojmë dhe sidomos ju keni detyrën qytetare dhe demokratike të votoni. Në 11 maj dhe nga 12 maj e tutje keni detyrën të drejtën të na kërkoni llogari. Sunja Kumbaru së bashku me 2 kandidatët socialist Shqyqyri Hysi e Pirodhima janë dalur në fshatin Ashilengo ku kanë kërkuar votën e banorëve për një mandat të katërt për të bërë më tepër për rajonin e Gjirokastrës, por mbi të gjitha për të dhuruar shqiptarëve pasaportën europiane. Në platformën time unë jam fokusuar më tepër tek arsimi sepse atë fush mbuloj. Por nuk mund të rri pa i parë edhe problemet e bujqësisë, problemet e infrastrukturës, problemet e zhvillimit qoftë edhe turizmit të ministria, sepse Ashilengo e ka natyrën e bukur, e ka ambientin të përsosur për ta zhvilluar edhe turizmin. Madje ka edhe fatin që të jetë shumë pranë Gjirokastrës dhe të ketë shembullin e turizmit që zhvillohet në qytetin e Gjirokastrës. Nuk është vetëm pse është me kala se ka një zonë muzeale, por kudo e shohim që më shumë ke, aq më shumë kërkon, dhe kjo është normale. Jo vetëm kaq, po përpara me profesion ka qenë Melua, pastaj unë. Pastaj vin breza si Bianca. Jeta vazhdon. Kur ke bërë ti jetën politike, Bianca s'kishte lindur. Kur fillova unë jetën politike, Bianca ishte e voçkël. Tani Bianca, po unë votoj për herë të parë dhe unë dua këto që jam bërë nuk më mjaftojnë. Dua të pasaportën, që të shkoj të studioj sa herë të dua, që të punoj sa herë të dua dhe të kthehem prapë lirisht.
Administrata publike dhe punonjësit e saj do të respektojnë dhe nuk do të jenë të nënçmuar, si tani ka thënë drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës Tritan Shehu gjatë një tubimi elektoral me banorët e Libohovës. Zoti Shehu garantoi administratën publike se punonjësit e ndershëm nuk do të preken në qeverisjen e PD-s. Pushteti ka frikë nga Libohova dhe Libovitët, vota e tyre më 11 maj do të jetë mesazh për dinjitetin njerëzor, tha zoti Shehu. Ne do të shirojmë administratën. Ne do të rindim qarkun e Libohovën. Shikoni se ka të nisur. Ku shkoni juve? Për një certifikat, për një dokument. Duhet shkoni në Fier, a në Durrës, a në Vlorë, a në nuk e di, a në Lushje. Pse? Se është urrejtja për të qendër të zhvilluar intelektuale. Libova është qendra e intelektualizmit. Libova është qendra e zhvillimit. Unë vetë, familjen në nësime kam nga Libova. Babaj nga Gjirokastra, Palortoja. Gjyshim, Sulo Bogdo, ka qenë këtu. Ka qenë prokurori i përgjithshëm i qeverisë Fanolit. Gjyshja ime, Shadi Aslani, nga Nepravishta, ka hapur shkollën e parë shqipe për vajzat në Libovë. Se Libova ka qenë një qendër i zhvilluar, erdhën nga Stambolli ata, që i mbër Robert Kolezhi në Stambol. Dhe erdhën u vendosën në Libovë duke gjetur veten këtu. Se kështu ishte Libova. Si e ka katandisur Lubia sot. Me ato lubinë e madhe dhe lubitë e mëdhenj të Tiranës që ndajnë për veten e tyre dhe që duan ta lënë në këtë gjendje Libovën dhe qarkun e Gjirokastrës. Sepse kanë frikë Libova. Kanë frikë Libovitët. Sepse Libovitët gjithmonë kanë luftuar për liri, për të drejtë. Nuk janë nështruar akoma asnjëherë as kushtet më të vështira. Dhe ju keni qenë kështu që në ditët e para të demokracisë shqiptare, të lëvizjes demokratike. Dhe unë jam i bindur se në 11 maj me votën tuaj ju do jepni mesazh të qartë, të fortë për dinjitetin njerëzor, për respektin e njerëzit, për mirëqenien e familjes, për familjen e vërtetë, jo me prindin 1 dhe prindin 2. Ndërsa kandidati për deputet, Arben Ristani u ndal edhe një herë tek mungesa e shpresës së të rinjve në Libohov dhe ngado, dhe kjo ka ardhur si pasojë mungesës së perspektivës. Ajo që është e dukshme është që kam takuar vetëm moshë të tretë. Vetëm moshë tretë është e dhimbshme që janë boshatisur fshatrat tona të gjitha. Dhe me thënë drejtën, kur vje këtu ke ju, merr çik frym, merr çik shpresë. Se shef dhe trinje, treja dhe të gjitha moshat bashkë. Dhe më vjen mirë që Libova dhe Nepravista mbajnë akoma, janë dhe Nepravistës to, Po, bashkja. Kështu që më vjen me vërtet mirë që ju shoh gjithve kështu si që jeni bashkë, të rinj, të reja, moshe tretë, se është e dhimbshme ajo që prek dhe shikon në zonat tona rurale. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, profesor Dr. Tritan Shehu, në shoqërinë e kandidatit për deputet të Partisë Demokratike Arben Ristani, takimin elektoral të radhës e ka patur mbrëmjen e dieshme me banorët e Dervicianit në Bashkinë Dropull. Në këtë tubim ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Omunias Vasil Kajo. Ky i fundit në fjalën e tij ftoi antarësinë e kësaj organizate që të mbështesë pamodyshje kandidatët për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Në fjalën e vet para banorëve të Dervicianit, zoti Shehu ka thënë se minoriteti grek në Shqipëri ka qenë dhe është urlidhse mes Greqisë dhe Shqipërisë. Juve jeni të rëndësishëm dhe meritoni të trajtoheni me dinjitet, tha ai. Ju jeni padyshim një pjesë shumë e çmuar e Shqipërisë, e cila në këto vite është e vendosur dhe do të jetë vendosur gjithmonë të mbështesë minoritetet, të zbatojë totalisht kartën e Këshillit të Evropës, sepse ndryshe pastaj ne do të dëmtonim veten tonë, do të dëmtonin rrugën tonë europiane. Pra, në tërësinë e tij, ju jeni mjaft rëndësishëm dhe duheni trajtuar në këtë mënyrë nga qeverit, nga shteti, nga institucionet. Pandemia u tha,
nga sa kuptova unë, që këtu është praktisur nga institucionet Dropulli Derviçani. Nuk është praktisur vetëm Dropulli Derviçani. Është praktisur gjithë Gjirokastra. Fatkeqësisht, në këto vite, që nga viti 12, 13 dhe deri më sot, kjo pjesë është lënë abandonuar, jo vetëm nga mungesa e institucioneve, strukturave, por që në abandonuar në tërësi. Ku që janë ndërtimet në infrastrukturë të realizuar në do vite? A mund në thot dikush? Që është bërë në Dropullin e sipërm? Që është bërë me ujin? Ku janë parat? Ku kanë shkuar? Pa dyshim, edhe ato pak para që kanë qenë, janë grabitur, janë futur në xhepat e lubive, janë futur në xhepat e atyre cilët përdorin pushtetin për influenca politike apo për interesa personale. Në fjalën e tij, kandidati Arben Ristani është ndalur tek zbrazëtia e Dropullit pasi në kontakt me shumë banorë të tij në përfshatra ka vënë re zbrazëti dhe prezencë vetëm të moshës së tretë, e cila është e pashpresë. Vota është shumë e rëndësishme. Është aq e rëndësishme sa që me votën tuaj ju keni mundësi të ndikoni ke pushteti. Problemi është që keni këtë mundësi një herë në 4 vjet. Dhe nëse e shpërdoroni për 4 vjet, do vilni frytet e votës. Dhe ajo që po shohim to 12 vjet në Shqipëri është një gjendje që shkon për ditë më keq. Isha sot një takim në Vrisera dhe më ngelin mendje 2 intelektual në moshë të tretë, Eleni dhe Nikola mos gaboj. Të dy ata ishin kujdesur për shkollën e Vriseras, një shkollë e cila sot është pa kuptim sepse nuk është më shkollë, se nuk ka më fëmijë që të mësojnë aty. Por ata kishin ngritur 2 klasa, një klasë biologjie dhe një klasë gjeografie, i kishin pajisur me tavolinat, me hartat, me kafshët e imituara, me karriget, me të gjitha. Edhe i pyeta, i thash, po ç'ne pse? Po tha, mbase një ditë prap do ketë shkollë në fshatin tonë. Kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate Hekuran Alia gjatë një prononcimi për televizionin tonë është shprehur mbi arsyet e pjesëmarrjes së tij në garën për parlamentarët e 11 majit dhe aktivizimin e tij me këtë parti që sipas tij ka në qendër familjen dhe njerëzit në nevojë. Alia e sheh veten si zëri i vërtetë i qytetarëve të vet në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Duke parë që deputetët që dalin gjithmonë nga qarku i Gjirokastës, duke qenë sepse ne jemi te kjo pjesë, janë të gjithë jashtë realitetit ose asnjëherë nuk flasin për problemet që neve kemi ose qytetarët tanë kanë. Domethënë ata janë zgjidhen deputet që ata të flasin për neve dhe pastaj ata na kthejnë neve në shërbim të partive që ata përfaqësojnë. Kjo është një nga arsyet dhe qëllimi im kryesor që hyra në këtë lloj gare për të treguar qytetarëve ose për të qenë një zë i qytetarëve, për të folur realisht për problemet që ka qyteti, për problemet që kanë qytetarët, drejt për drejt pa që në shërbim të askujtit. Domethënë një vetëm shërbim i një deputeti duhet të jetë shërbimi ndaj atyre që e zgjedhin. Dhe kjo është arsyeja ime kryesore që marr pjesë në këtë lloj gare, por edhe duke qenë pjesa e PSD-s, mendoj që është PSD-ja është partia më me vlera, një parti ku bazat i ka tek familja dhe duke mos qenë përlyer asnjëherë me korrupsionin që ka mbërthyer këto 2 partitë e mëdha. Duke qenë se vi nga zona e Tepelenës, dua gjithmonë të flas për problemet që qytetarët e Tepelenës kalojnë, sepse askush nuk flet për ata. I zgjedhim kryetar bashkish, zgjedhim ministra, kryeministra për të na shërbyer neve. Dhe pastaj gjithë kjo kthehet, gjithë qyteti apo si gjithë njerëzit kthehemi në shërbys të atyre që ne i zgjedhim. Tepelena vazhdon, për cilën unë vazhdoj të flas sepse nga andej vi, mendoj që është edhe nga vendet më të vjedhura ose më të keq administruara nga administrata e qytetit Tepelenës, për duke
e cila i ka rëmbyer të gjitha pasuritë, e cila filloi që me ujin e Mezhgoranit për t'ia marrë, për t'ia kaluar oligarkëve apo lidhjeve tyre që kanë me pushtetar të tjerë, të lidhur me PS-n. Po ashtu çdo lloj pasurie që është në qytetin e Tepelenës, malet, kodrën e Tepelenës, pallçien e Tepelenës që e quajmë neve, ose kurora e Tepelenës, që e marrë vesh tani së fundmi e firmosur e dhënë prap e një firme që s'ka lidhje fare, nuk kanë lidhje fare me Tepelenësit. Tepelenësit janë shmangur, ose biznesin Tepelen, që deri në vitin 2013 kanë qenë pothuajse 5 fishin e atyre që janë sot, janë zhdukur nga Tepelena. Nuk kanë qenë asnjëherë të pranuar për të qenë pjesë e ekonomisë në Tepelen. Kjo ka qenë dhe arsyeja që unë jam detyruar që të marr pjesë, sepse unë po i rris fëmijët në këtë vend. Në një intervistë për RTSH Gjirokastra, kryetari i Partisë Lëvizja Bashk Arlind Qori ka shpalosur programin elektoral i cili sipas tij fokusohet në 4 shtylla kryesore. Qori gjithashtu foli për rëndësinë e votës së diasporës, ndërsa siguroi të gjithë zgjedhësit se nuk do të jetë pjesë e asnjë koalicioni pasgjedhor. Ne kemi një program të gjatë, kompleks dhe të jetë rëndësishëm. E kemi botuar përpara disa javësh dhe është plot 177 faqe. E prapë më gëzon fakti që mbi 1000 qytetar kemi të dhënat e kanë shkarkuar programin ton PDF dhe sigurisht programi shkarkohet për t'u lexuar. Me entuziazmon ky fakt, me entuziazmon dhe ideja që kaq shumë qytetar janë të interesuar për programe, jo thjesht për batuta, jo thjesht për estradë politike siç bëjnë partitë zakonisht në Shqipëri. Programi ymë i ndarë në 22 kapituj është këta kapituj janë të grupuar në 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë është shteti zhvillimor. Ne duam që nëpërmjet impulseve ekonomike, shteti të ndihmojë në rimëkëmbjen e bujqësisë, të industrisë dhe të shërbimeve të kualifikuara. Kjo do të rriste punësimin, do të rriste pagat, do të rriste dhe kontributet për sigurimet shoqërore. Nga ana tjetër ne kemi një program shumë të mirë për sa i përket shtetit social, pensioneve, vendosjes minimumit jetik, politikave të nxitjes së strehimit të qëndrueshëm, investimeve në shëndetësinë publike dhe në arsimin publik. Një nga pikat për cilat janë vërtet krenar ose posaçërisht krenar për programin ton është kapitulli për arsimin. Ne kemi një ide novatore në Shqipëri, që kemi vite që artikulojmë, që është ajo e programit nga ferma në shkollë. Ne duam të lidhim fermat e territorit me shkollën. Ta bëjmë shkollën me afat gjatë, ku nxënësit të kenë mundësi edhe të hanë një vakt ushqim me produktet e gatuara me produktet e zonës, por edhe të krye një kurs artistik sportiv në mënyrë që të edukojmë një brez që është më i përgatitur nga pikpamja e dhuntive, aftësive profesionale, po njëkohësisht ka dhe një sens më të fortë qytetarie. Nga ana tjetër, për ne është shumë rëndësishëm shteti i së drejtës. Ndaj duan të forcojmë institucionet e pavarura dhe politikat antikorrupsion. Nëse në Shqipëri nuk luftohet kapja e shtetit, korrupsionin, evazioni fiskal, informalitetin punë, ne nuk do kemi kur demokraci të mirëfillt, nuk do kemi kur respektim të drejtave të njerëzit dhe drejtave në punë. Shtylla e 4, po jo më pak e rëndësishme e programit Lëvizjes Bashk, është demokracia pjesëmarrëse. Ne kemi një sër propozimesh që do t'i mundsonin qytetarëve të merrnin pjesë më shumë dhe më mirë në jetën publike të vendit, të merrin iniciativa referendare, të hartonin projekt ligje si iniciativë qytetare. Demokracia në Shqipëri për disa dekada ka qenë ngulfatur. Ka qenë e kufizuar vetëm në elemente të përfaqësimit, madje të përfaqësimit më të keq. Ne duam që demokracia të jetë vërtet shprehje autentike e vullnetit të qytetarëve, ndaj inkurajojmë qytetarët shqiptar të na bashkohen në aktivizmin ton, të na bashkohen edhe në jetën ekonomike, sociale, aty ku ne duam nxisim bie fjala organizimin e punëtorëve. Shqipëria fatkeqësisht vuan nga mungesa e sindikatave të fuqishme dhe demokratike. Jo, pas sindikatat fuqishme nuk ka demokraci të një mend. Ndaj një nga pikat më të forta të programit ton është mbështetja e punëtorëve për të organizuar sindikata dhe për të përmirësuar gjendjen vërtet skandaloze të respektimit të drejtave të tyre në vendin e punës. Me afrimin e sezonit të verës, sigurimi i ujit për sipërfaqet bujqësore bëhet thelbësor për fermerët. Në bashkinë Dropull, një zonë me traditë në kultivimin e të lashtave dhe foragjerëve, kanë nisur ndërhyrjet në rrjetin e kanaleve vadice për të garantuar ujitjen gjatë muajve të thatë.
Në kuadër të sezonit veror, Bashkia Dropull ka marrë masat për ndërhyrje në funksion të mirëmbajtjes së kanaleve vaditëse me qëllim garantimin e ujitjes për sipërfaqet bujqësore. Në këtë bashki ka një rrjet prej 209 km kanale vaditëse, të ndara në të para, të dyta dhe të treta. Aktualisht funksional janë rreth 80 km, ku do të përqendrohet edhe ndërhyrja për pastrim dhe rikonstruksion. Bashkia Dropull ka marrë masat për të siguruar ujitjen e këtyre sipërfaqeve, sidomos të ministrit gjatë periudhës së verës. Kemi bërë kontrollin në terren të rezervuarve dhe gjendjen e tyre. Së shpejti do të kemi dhe një takim me këta fermer për të përcaktuar ose për të na kontraktuar se sa sipërfaqe kanë mbjellë, në mënyrë që dhe neve të bëjmë planifikimin e vaditjes në periudhën e verës me këta fermerët. Siç dihet, edhe gjatë dimrit si vjet nuk ka patur një sasi rreshjesh të mëdha dhe një pjesë e mirë e rezervuareve nuk kanë arritur që të mbajnë kapacitetin e tyre maksimal ujëmbajtës. Në këtë mënyrë neve do të vëmë në dijen dhe fermerët për të patur parasysh që edhe gjatë mbjelljeve të kenë parasysh që nuk do të ketë sasi të mëdha ujë në rezervuar. Bashkia Dropull është kryesisht e njohur për kultivimin e të lashtave dhe foragjerëve, ndaj funksionimi i rrjetit ujitës është prioritet për të garantuar prodhimin dhe të ardhurat e fermerëve. Janë shumë banor dhe fermerë dropullit të cilën merren me kultivimin e bimëve bujqësore në tokat, por janë dhe fermerë të cilët vinë nga Bashkia e Libohovës, të cilën marrin toka me qira për të kultivuar sidomos misër në Bashkinë Dropull. Kanalet vaditëse pjesërisht janë në funksion, gjithashtu tani neve kemi bërë dhe një projekt për përmirësimin e strukturës dhe të gjendjes rezervuarit të madh të Pepelit dhe të kanalit kryesor vaditës nga Pepelit, për të cilën shpejt do të fillojnë edhe tenderimi i tij. Me këto ndërhyrje synohet që sezoni i verës të mos gjej fermerët të papërgatitur për përballimin e thatësirës. Turizmi me kampera është kthyer në një trend të vitet të fundit. Shumë turist nga mbar bota kanë zgjedhur Gjirokastrën si stacionin e tyre të radhës, për të kaluar disa ditë pushimi dhe për të njohur me bukurinë, historinë dhe kulinarinë që ofron qyteti i Gurt. Qyteti i Gurt i Gjirokastrës është kthyer në një prej stacioneve më të preferuar të turistëve me kampera. Ky lloj turizmi vitet e fundit në vendin tonë është kthyer në një trend dhe ditët e qëndrimit për këta turistë të huaj janë më të gjata. Ata janë nga vende të ndryshme të botës dhe shprehen se në Shqipëri dhe kryesisht në Gjirokastër ju pëlqen gjithçka: ushqimi, natyra e mikpritja. Where are you from? I'm from Germany. Unë vi nga Gjermania. Është era ime e parë këtu. Është një qytet i vjetër dhe shumë i bukur. Më ka pëlqyer shumë vendi, njerëzit, ushqimi në restorante. E kam parë në rrjetet sociale dhe vendosa ta vizitoj. Do ta sugjeroj dhe te miqtë e mi së shpejti. I think it's a nice town. We're from the Netherlands. Jam nga Holanda, më pëlqeu shumë Kështjella, qyteti që është i vjetër dhe tepër i bukur. Kemi qenë në Greqi dhe vendosëm të vim në Shqipëri, pasi e pam në internet. Mendoj se është një vend shumë tërheqës. And it was beautiful, really enjoyed it. Turizmi me kampera është ndër të preferuarit e turistëve, të cilët kanë mundësinë të vizitojnë dhe eksplorojnë çdo vend me vlera historike e turistike. Përmeti po kthehet në një destinacion të turistëve të huaj, të cilët zgjedhin që të eksplorojnë natyrën me makinat e tyre rulot. Çifti holandez, Frosin dhe Stone, kanë 4 ditë që vizitojnë destinacione të ndryshme të zonës së Përmetit. Ata janë akomoduar në një prej kampingjeve në afërsi të lumit Vjos. Të huajt gjithnjë më tepër po tregojnë interes të lartë për të vizituar vendin ton. Shpesh, ata zgjedhin të bëjnë udhëtimet e tyre me makina rulot dhe të akomodohen në kampingje. Këtë zgjedhje kanë bërë edhe çifti holandez, Frosin dhe Sten, të cilët janë akomoduar në një kamping në zonën e Përmetit, në afërsi të lumit Vjosa. Yeah, it's very pretty. Quhem Frosin dhe vi nga Holanda. Kemi 4 ditë që po qëndrojmë këtu. Shqiptarët janë njerëz të mrekullueshëm tepër mikpritës. Ne kemi zgjedhur të qëndrojmë në kamping Buz Vjosës dhe po përjetojmë një eksperiencë fantastike. Natyra është një mrekulli, relaksuese me cicërimat e zogjve. Ngjyrat e natyrës dhe tingut e lumit Vjosa janë të mrekullueshme. It's great to be here.
Për Sten, ky udhëtim do memorizohet thellësisht në memorien e tij. I really like it here. I think Albania has... Unë quhem Sten. Shqipëria është shumë e bukur. Ka një natyrë që të ofron shumë zgjedhje. Është bukur të bësh ecje dhe të lahesh në ujërat termale të Bënjes. Njerëzit janë shumë mikpritës. Do ruajmë kujtimet më të bukura nga ky udhëtim. Qyteti i Përmetit me rrethinat e tij ofrojnë një shumëllojshmëri zgjedhjesh për turistët, qoftë turizëm natyre, aventure, gastronomie e të tjerë. Libohova tashmë është kthyer në një destinacion të preferuar turistik në çdo stin të vitit. Turistët e huaj preferojnë të vizitojnë jo vetëm qytetin, por edhe zonat e saj rurale, për bukurinë që kanë, natyrën, trashëgiminë kulturore dhe historinë që mbartin, por sigurisht edhe për mikpritjen e vendasve dhe ushqimet tradicionale që ata ofrojnë. Libova tashmë është kthyer në një destinacion të preferuar turistik në çdo stin të vitit. Turistët e huaj preferojnë të vizitojnë jo vetëm qytetin, por edhe zonat e saj rurale, për bukurinë që kanë, natyrën, trashëgiminë kulturore dhe historinë që mbartin, por sigurisht edhe për mikpritjen e vendasve dhe ushqimet tradicionale që ata ju ofrojnë. Sigurisht, sezoni që ne jemi, presim dhe ka nisur vizitorët vijnë në Libohov, kryesisht edhe të huaj, por dhe vendas. Frekuentojnë më shumë zonat rurale, atraksione turistike, janë të interesuar për historinë, traditën, kulturën e vendit tonë. Sipas specialistit të turizmit në Bashkinë Libohov Arjan Çano, pritshmëritë për këtë vit janë më të larta se vitet e kaluara. Vit për vit kemi pasur rritje, po kjo për efekt edhe të shtimit bujtinave pritse, shtimit njerëzve që përgatisin ushqime tradicionale. Rritja e interesit për Libohovën si destinacion turistik po sjell edhe zhvillime pozitive për ekonominë lokale. Banorët ofrojnë tashmë guida, bujtina dhe produkte artizanale. Libohova ka treguar se ruajtja e identitetit kulturor është çelësi për zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të turizmit. Këtu kemi përfunduar, të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ndajmë së bashku dhe miru takofshi.